Vendi është në prag të epidemisë gripale, edhe pse nuk pritet ndonjë situatë kritike. Specialistët i bëjnë thirrje popullatës që të injektojnë vaksinën e gripit sezonal për të qenë të mbrojtur nga viruset që pritet të qarkullojnë këtë sezon. Jemi tamam në kohën e duhur për të vaksinuar në mënyrë që mesi vendorit, i cili përkon me fillimin e epidemisë së gripit, të na gjejë të mbrojtur apo me trupa mbrojtës në organizmin tonë. Vaksinim do të thotë apo është bazë me ulje në maksimum të mundësisë për të infektuar nga gripi. Mbrojtja e vaksinës është diku mbi 75-80%, ndoshta deri në 96%. Të vegjëlit, të moshuarit dhe të sëmurët kronik janë më të riskuarit për të shfaqur shenja gripale të agravuara. Krahas vaksinës, sipas Piperos, popullata duhet të jetë e kujdesshme për sa i përket marrjes së masave vetjake. Masat natyrisht janë nga mëzakonshme ato që kanë të bëjnë me higjienën personale, siç është teshtitja me një kartë PCR përpara, apo larja e duarve sa më shpesh të mundur me ujë dhe me sapun gjatë ditës, apo dhe mos frekuentimi i mjediseve publike pa arsye të fortë, ku ka shumë njerëz. Për t'i paraprirë gripit që pritet të prek popullatën në këtë sezon, Ministria e Shëndetësisë do të ndërmarrë si hap fillestar vaksinimin e personelit shëndetësor.